ka çmim që e paguan lirin e dinit që na solli Zoti, e pjesë e lirisë së dinit, ndërtimi i xhamiave, e falja namazit, e ndëgjimi e ezanit la ilaha illallah. Më thirë kjo ezan në minare, masa dekadave që o konsideru vepër e randë penale, ezan të cilën nuk ka guri, as dru, insan, hajvan, gjin, shejton që ndëgjon e që nuk ka me dëshmuar në ditën e kiametit për këtë ezan. A ka para që paguan, a ka çmim, veç ezanin. Andaj do të me përtri falënderimin Zotit. Allahu me rahmetin e vet e pezulloj, e largoj atë gjendja, atë sistema, quaj si të dush, të ranë për musliman. Dhe solli Zoti zbriti rahmet, dhe erdhi liria, adhuron e Zotin, o ju njerëz, midis sheshi, nisja, kërsitja azanit, kush në dynja nuk të nalë, mund të thot ka tranu, ka qmen, por nuk shtë kush në bark, nuk handajak për atë punë. Ja Maria, falun male, falun fushë, falun rrugë, falun nale, veç me se penga njerëzit, komunikacion apo diku tjetër për në ryshe, adhuro Zotin tanë lirshëm. Edhe ja nesët jemi të lirshëm, pa adhurojmë Zotin tonë. Falënderojmë Allahun e madhruar të bareke vë teala. E kanë të falënderoj robi nëse nuk e falënderon Allahun. Kush meriton falënderim më shumë se sa i madhi Allah, krijuesi i gjithësisë. Kush na ka bërë më shumë mirë, për kujt kem parë hajër. Kush na i sjell të mira që i kem përpas të madhit Allah. Ndaj kujt ka njeriu hak, dëtërim, obligim, më shumë se sa ndaj të madhit Allah. Këto dhe pyetje tjera, dohet ja parashtrej robi vetës së tij, po dohet edhe t'ja kujtoj tjetërit. Njerëzit din t'jenë mirënjohës falënderues ndaj njëri tjetërit, dhe me rreshta e thurrin edhe vargje për mirënjohje falënderim ndaj njëri tjetërit. O, është sinqert, vërtet në te, e ka me zemër, sepse mendon që ai është meritor, o don të ngritet, të avancohet, të tregohet se është i afërt i tij për interesat e tij, çfarë do të qofshin ato. E bëjnë njerëzit mes vete dhe ndaj njëri tjetër. Po të pakt janë ata të cilët janë mirënjohës ndaj të madhit Zot, para se të jenë mirënjohës ndaj çdo kujt tjetër. Dhe këta na tregon Allahu, wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Të pakt janë ata arab të mi të cilët janë mirënjohës, falënderues. Andaj ne me i tregu Zotit tonë, edhe ai e di pa i tregu na fare, që ne e duam atë dhe e jemi mirënjohës atij dhe falënderues lart madhërisë së tij. Më shumë dhe më parë, se çdo kujt tjetër në këtë dynja ja kujtojmë vetes dhe cekim dhe shprehim dhe fillojmë me elhamdulillah, falënderimi i takon të madhit Allah për çdo gjë. Për çdo gjë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë khairu dua elhamdulillah. Doja më e mirë është fjala elhamdulillah. Sepse në vetveten e vet ngërthen çdo gjë që ka të bëjë me adhurim, me ibadet, me njohje të krijuesit,
subhanahu wa ta'ala, të përshkruar me emret dhe cilësit e ti, që shi përkase lartë madhërisë e ti. Po mos dënë të Allahu, ne nuk do t'i shumë këto. Ma dje nuk do t'i shumë fare heq. Po mos t'ishte vullneti Allahu të rahmeti i ti, ne nuk do t'i shumë musliman. E që kjo është tani një nimet i veçantë, ku edhe tani jetën, deri në vdekje. Mos me fol tjetër, pas elhamdulillah, dhe mos me vepru tjetër, pas ibadet, o sejdë, o dhikr, o Koran, llojet e ibadeteve, veç për nimetin e udhëzimit, hidajetit, është pak, nuk është mjaft. Anëpse të mirat e tjera të Zotit, se cilat janë njëra më e mirë se sa tjetra, si këta ujë. Çka bën robi pa këta ujë? Çka bën? Kush ja krijon këta ujë? Për ata i madhi Zot ua kujton atyne dëshmënëve të dinit duke filluar nga Mekja ku zbritnin ajetet dhe deri të këta tonë të sodit të cilët na shprehen tonë fa një shprehje hund për pjetë të krye lartë, thua se ata janë gjithçka e nuk janë falinderues, ua kujton edhe këta ujë. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون A shehni ju ujin të cilin po e pini, dash me gote, dash me duar, dash me anë pej balte, dash pej plastike, punë e vogël e pastaj, e rëndësishme, po e qënë organizmin tanë, dhe ujë është jetë. A shehni këtë ujë që po e pini, a ju e keni zbritur nga lartë, fjala për shijun me lëshu, e pastaj mbushet toka, e rezervan, e ruan toka ujin, edhe të hapusin e bonarin e dhe nxjerr ujin dhe sjell të shtëpia, apo edhe del formë burimit, e formë të lumit, e formë të ndryshme të liqejve të lumejve dhe e pini jo. A ju e keni bërë këtë, apo e kemi bane? Pra, robi do t'jetë falenderus. E ne përpiqemi t'jemi falenderus. E ja kujtojmë vetë vetës dhe njëri tjetërit. Të mirat të mëdha të cilat Allahu me to në ka ndërua, në ka pajisur. E sigurisht se prej të mirave kryesore është dhe dërgimi pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, të cilin gjithë herë i qojmë salavat dhe selamat i burrit madh. Aleyhi salatu wassalam, me të cilin i madhi Zot dhe në përmjetina sa njeriu në nëzorën nga errësira në dritë. Sa njeriu i apa hajrin musliman e jo musliman ati burrit madh. Për sa njeriu është bërë dhe vazhdon të bëhet sebeb që ai me shpëtuar nesër në ditën e kiametit për zjarmit xhehenamit, për dënimit Allah. Kujtja pa, thuj ndryshe, kujtja pa bota hajrin më shumë njerëzimi se sa pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. E Allahu në ndaroj shumë e në bëri ümmetit tina. Larg jena me distancë kohore, anëpse edhe për nga distanca geografike, por ajo është në zemrat tonë dhe në shpirtat tonë.
Dhe ne jemi në rrugën e ti me emër Zotit, ashtu si që kanë qenë ata që e kanë pa, e kanë jetuar me te. Së paku përpiqemi që ta ndjekëm rrugën e tyre. Andaj lusim të madhën Allah Azza wa Jall, me emrat e ti, e me cilësitë e ti, që na udhëzoj e pastaj të na forcoj në sirat al-mustaqim. E që për çdo namaz e themi minimumi 17 herë në ditë. Është fjala veç për farze. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alejhim. Udhëzona drejtona në rrugën e drejtë, o Zoti jon. Rruga e drejtë e Allahut është rruga me të cilën o Zoti i qeni kënaqur me ta. Aja është rruga që ka cekë Allahu në aje tjetër, në rrugën e nëbija, o siddiqine, o shëhëda, o salihin, o hasune ulaike rafiqa. Rrugën e pejgamberve në krye tyre pejgamberi Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, rrugën e sinqertëve, burrave të mëdhej, si Abu Bekri, Omeri, ata burra të tjerë. Të dashur vëllezër dhe motra, është nder për mu personalisht, dhe ndihem shumë i nderuar, s'pari për të madhit Zot. Pastaj edhe për kolegëve të mi dhe juve që jena prezent këtë vend, në një shtëpi për shtëpijave të Allah. O Zoti jon, sa harvjone në këtë vend, në veçanti, kjo është vendi jon, por të tjerë në kanë da. Vendi jon o krejt. Den baba den. Dhe falem në xhami, në ndonjërin për xhamijave, kësaj toke, ku aq shumë është luftu fjala e Zotit. Dese emocionohem shumë. Dhe më duket se e ndjej veten me një matlumëtën, më duket se më pështohet imani më shumë këto se sa atje tek nine për xhamijat e tonë. Sepse me njëherë instinktivisht vetë më kthehet memoria, truri, edhe kujtoj këtë vend para 30, 40, 50 viteve që në fakt s'kemi qenë, por e dim qa ka ndodhur. Sa luftu feja e Zotit. Dhe çka duam të themi me këtë? Ka çmim që e paguan lirin e dinit që na solli Zoti, e pjesë e lirisë dinit ndërtimi xhamijave, e falja namazit, e ndëgjimi e zanit la ilaha illallah. Më thirë kjo e zan në minare, masat dekadave që o konsideru vepër e randë penale, e zan të cilën nuk ka guri, as dru, insan, hajvan, gjin, shejton, që ndëgjon, e që nuk ka me dëshmuar në ditën e kiametit për këtë zan. A ka para që paguan, a ka çmim, veç e zanin. O Zoti jam. Sa shumë na ka nderuar Zoti. Andaj do të me përtri falënderimin Zotit. Thonë o Allah, veçanti këta që kanë zonë komunizmin, që një pjesë hala gjallë, edhe jenë të fortë. Thonë o Zoti jonë, që shkanë thonë sahabët. Amr ibn Asit kër ka ardhur vdekja,
E ka nisë po qanë, ne themi në stëm të vdekje, se përdorëm andej, në prag të vdekjes. Biri vetë, Abdullahu, edhe ka qepi sahabëve të mëdhej, po i ri, dhe të babë, edhe do tjerë që i kishte ngatë atë, i erdhi funi, se po qanë, ti, për sahabëve të mëdhej, të lavdruar shumë, punë të mëdha ka bëj në Islam. O, rëju njerës, tha. Po ka, i tha, sepse puna jame pa të shkova në më, unë po desë. Ama, po më kujtohet e kaluara janë. Kam kaluar 3 fazat jetës. 3 fazat jetës. Kam qenë një kohë, jo musliman. Dhe kur pejgamberi erdhi si muslim, si pejgamber, ka qenë njeriu më i urryer që ka morret në dynja. Po të kisha mujt me nxanë me myt, do të kisha qenë shumë i lumtur. E urreja shumë. Po të kisha vdekur qatë gjendje. Ne andej themi kuku për neve, ju përdoni mirë, unë isha shkuar drejt në xhehenem. Por Allahu më la me jetu. Erdhi pejgamberi, e pranova Islamin. E pranova Islamin dhe për momentin o bo pejgamberi njeriu më i dashur në rruzëllën të kësor. Më i rejturi, shëndrot me i dashur në rruzëllën të kësor. Nuk më isha më ngop, veç me pa, se le mu me ngu, po veç le mu me pasu, aje nuk diskutohet, po nuk më isha më ngop të e këqyrë. O, zatë, nuri, dritë. Mirë, të kisha vdekur qatë gjendje. Kisha vdekur në qatë kohë, kisha shpresu shumë që i kisha pas punë të mirë të Zoti. Vdes pejgamberi, na kapit dynjaja. A i po thot, po çfarë dynjaja ata? Amo, a i po numëron, se i ka ka pak dynjaja, na kapit dynjaja. Tash erdhi vdekja. E nuk e di që bën Zoti me mu. Dhe ja dha disa vasije ku s'po du më marrë me te, me i cek djalit vetë, kur vdese, mësë më legatë është të më dhe sa ma shpejt i tjerë. Mësë ma këtheni shpine me nërë më lanë në varë, me ikë. Rëni që ato, bëni do, radiallahu anhu, pra e ceka këte, sepse shumë prej nish. Ka mujtë Allahu ma marë shpirtin, sepse të kanë dek njerëzë, këtë komunizm ka dek, edhe në ateizm ka dek. Qa me thanë Zotit? Por Allahu me rahmetin e vetë, e pezëlloj, e largoj, atë gjendja, atë sistema, që u e si të dush. Të randë për muslimant, të randë, shumë e randë për muslimant. Dhe sollë Zotë zbriti rahmet, dhe erdhi liria, adhëron e Zotën, o, jo njerëz, të lirini midis sheshi, nësja kërsetja azanit, kush në dynja nuk të nalë, mund të thotë ka tranu, ka qmen, por nuk shtë kush në bërë, nuk hanë dajak për atë punë. Ja, Maria, falun male, falun fushë, falun rrugë, falun nale, veç me se penga njerëzit, komunikacion apo diku tjetër për në ryshe, adhoro Zotin të në lirshëm. Edhe ja, nesë jemi të lirshëm, pa adhorojmë Zotin tonë. Ka dhënë më të madhe, se sakja. Po në anën tjetër të dashurit e mi, në anën tjetër, ata që kanë vdekur në atë gjendjet, apo në atë gjendjet tranë, në atë sistem tranë, ta quaj kështu,
Nuk I dim qa për Zotit, gjithsesi. Por ndoshta përpiqen më justifikuar se kanë pasur të vështirë deri diku të pamundur me krye obligimet fetare, nëse se kanë pas pamundur, me thonë la ilaha illallah në vetveten e tyre. Sepse mes te dhe mes Zotit kush në dynja nuk mund të ndërhyj. S'mund ndërhyj. Megjithatë, ndoshta përpiqen më justifiku më arsëtu para Zotit. E nesat që jemi të lirë, edhe ka të shumë në ndërëj Zoti. Nga anë e fejtë, që është nimeti më I madhë, po edhe nga nimetet e tjera, anë ekonomike, sociale, shumë të mira tjera në erdhen, e tash të mirat përkryera nuk kanë këtë dynja. Andaj mos I kërka ato. Thuj ndryshe, dynja pa të lashe, jetë pa të lashe nuk kanë këtë dynja. Nëse lyp një jetë pa të lashe, ti se ke kuptu natyren e jetës, heq, dhe je jashtë, krejt, aot je. Po lyp diçka andra, imagjinat, por jo realitet. Sepse pe sfidave, të lasheve, prokopimeve, të dynjas nuk kanë shpëtuar as më të dashurit e Allahut. E qenë pejgamber të Zotit, për atë Allahu na I cekë në Koran, njërin atje me smundje, tjetërën atje mbytën, tjetërën atje rrehen, tjetërën atje dëbuan për vendit vete, tjetër atje me fëkara Allahit, dhe kështu me radhë. Tjetërën atje që I belahen të gruja vete, tjetër të vladi vete, tjetër prindi vete. Sprova. Pra s'ka të përkryer atje larë kur të shkojmë xhenet me emrin e Allahut Azza wa Jall. Ama të mirat e shumë të po. Andaj neve na pyet Zoti nesër, o rob të mi, unë asolla juve, këto të mira, këtë liri, këtë dinu a ruajta. E çka bëti për dinin tim? A nuk e konsiderua dinin tem në metin më të madh me të cilin ju ndërova? Shumë është me rëndësikja. Mja kujtu vetë vetës, e grusë e fëmijëve, e burrit e. Sepse njerin për nga natyra e vetë ankohet. Njeriu për nga natyra e vetë është krijet që ankohet shumë. E duhet mja kujtu njeri tjetërit, veçanti qifti bashkëshortor njeri tjetërit, po dhe shoku të këshia se miku të, me thonë po miri kisenet. Mos u anka shumë. E ki dinin e Zotit, po. E ki shëndetin, po. E ki barkin plot o burr, po. Po pejgamberi Zotit ka thonë me hadith vërtet. Men asbaha aminan fi sirbihi, muafan fi badanihi, lahu quta yawmihi, فكأنما حيزت له الدنيا بحوافيرها. Ai cili gdhihet, zgjohet në mëngjes, dhe nuk ankohet askund, s'ka I shëndoshë, s'ka smundje në shtëpinë e vet as në trupin e vet, po edhe në vlatë e vet. Është sigurt në pragun e derës, s'ka bela, nuk tutet se pesil me ndikush natën, nuk ka frikë se ditën me dalë vladëve djelët e vet, pja gjonë, pja kindapën dikush, pja vëret dikush, pa hakmirët dikush aruna zët. Pra s'ka bela, nuk kam bela me kërkanaj. Ka siguri. Lehu quta yawmihi, pa dhe barkën e ka plot për qatë ditë. Pra është sigurt pra derës, shëndetin e ka, buk ka me hongër, nuk ka vdesuni, فكأنما حيزت له الدنيا بحوافيرها. Atë ka ndëru Zotit si mja dhënë dyjave që ka kanë te. Andaj, falenderoj Zotin këtyre të mira që ti ka dhënë Zotit. O robi Zotit. Ndër këto të mira është edhe këtë din që na ka rujtë Allah. Njerëzit nga një herë
ndikohen shumë prej gjendjes momentale aktuale. Për shembull, kur fjala për din, shumë njerëz neve na thonë sot, edhe juve, neve, ju fjalë të gjithëve, po të ishte feja ju hak, nuk do të kishin qenë musliman ka që shtypër e ka që shka për derdhore, të për qare, të nënçmuare, të për buzër e tjerë. Ose, edhe më shumë se kaq, në kohën moniste, sistemit kaluar, thonë, s'ka fej më, mëse më në më rinjallë të qka që shkëja ja, e patë më, pra edhe ata pak që kanë betë, mundohen me ingrej, apo vetë ta ndikohen. Po këto janë sprovat më dha. La ilaha illallah o robi, i cili njeh Zotin e vetë mirë, dhe një re. E Zotin e njeh duke njoftur fejnë, duke kuptuar Kur'anin, hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra duke ngu dersa, duke ngu hoxhallar, duke mësu dinin, me njoft dinin, e njeh Zotin. Me andra nuk e njeh Zotin. Me andra nuk njeh vetë Zot. As me pralla. Kur të njeh Zotin tën, dhe kupton librin e Zotit tën, që është burim i dinit tën, burim, ndryshe gjikon. Nuk ndikohesh për rrethanave. Sepse kupton që këto janë sprova të cilat po kalon ummeti. E Allah ka thonë, e fa hasiben nasu e yutruku e yaqulu amana wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. A menduan njerëzit të thonë se jena musliman, kemë besuar, dhe të mos provohen. Ka për të sprovuar Allah. Ka për të sprovuar. Pra, është premtimi i Zotit. Është ligji i Zotit. Me sprovuar njerëzit. E ta në sprovat janë deti, s'kan fund. Deri në agonit vdekjes. E shumë herë robi, thot. Për shembull, tash ka ndryshuar tek ne. Por, këtu ka qenë ndaluar krejt. Tek ne andej, erdhi një zaman, një kohë, ku ata të cilët vinin në xhamia, apo shkonin në xhamia, apo ata pak pleq, se të rrit e hëngër komunizmi, jo me dhonë, por i mashtroj komunizmi, sistemi, apo hoxhallarët që kishin mbetur, me qatë pak shkollë që kishin, dhe në ndonjë mezhlis, se të në rrugë nuk ishte shans me folë për feje, në ndonjë nej, mezhlis, suneti, darsëm, dek, ato ishin mezhlise, me vluda bënën, ndonjë mezhlis, dhe dënën me folë për feje, përgjigja e parë që vënd të pej komunistave, që ishin shumë, a hala për fe për na flit një? Ka kaluar e periudhë, mbeti feja harruar, pra ju që keni mbetur pak koka pleqin një ranta naiva, nëse mërë me këtë sene, edhe nëse mërëni, kjo do të vazhdoj deri sa të vdesni jo, por nuk do të trashëgohet tek të rit. Dhe si rezultat, ndikohen edhe shumë të tjerë që janë të lohatshëm. E kam zanën këtë periudhë fort mirë. Ku kretët ata që më kanë njohur mu. Kër kanë kuptuar se unë kam shku në medreseja tërë tek ne, nuk e di që më ka thot dikush të lungë pas ka marrë një hap të mirë, por që du më bo me këto? Që ka bo është me hoqë? Gjenazët me la? Kaq. Me ashtri dore njerëzve jam dishka për buk? Sepse s'ka perspektiv, heja më.
punë ditësh, javësh, vitësh, shkaj. Qëka gjenera pa që kanë me të shkaj. Dhe njësë e leqë ndikohet. Ja se qysh në cikë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam këtë rast. Apo qysh e mjekën. Nëse mund shprejhem kështu. Një sahabi pejgamberit e ka pas emrin Adi bin Hatim at-Tai. Adi. Baba i tina Hatim, këta jenë është kjo kabile Tai quhet, për kabileve të vjetra mira vjeqare. Në nga dishëll në Arabik. Dikunja 400 km ka për Medinës. Pra fërsesht, për Mekës mund të ketë edhe po aqë. E rëndësishme, baba i tina nuk e nëzën pejgamberin gjallë, nuk bëhet mëse vdes pagan. Ama bujar, ne themi gjymer të ndej, ku fini bujar, edhe së dhe kësaj dite, krejt Arabt e marrin për shambull, kur dojnë me sjell shambull diken se është shumë bujar, thojnë kë është bujar si Hatem at-Tai. Dhe janë thurë vargje për te, janë shku libra për te, qaq bujar që ka qenë njeri, a mu jo musliman? Dikush vërtet ka gjestet të islamit, po nuk ka musliman. Dikush është musliman, po këtë këshën sjelljet e tina, veç Zot bën rahmet. Asun flet me te, asun bashkëpunon me te, asun shet me te, asun blen me te, asun jetën me te këjshi. Nuk mundesh mi adha në far definicioni, nuk mund. Musliman po, ja musliman po, para te vjen xhamia. Vjen para te në xhami. Amo, subhanallah. Subhanallah. Nëse shet, mashtron, nëse premton, në këman premtimin, nëse bisedon me njerëz, janë njëse i fynë, ose është i vrajt. Subhanallah, subhanallah. Nëse puna për me dhanë, i dridhet dora me dhanë një cent, qa me thonë? Së dhe që tjetë? Djali tina tash, kër vdes baba, biri bohet plak i kabiles. Kjo është për Bizantinve, ata për Jordanit. Dhe me kohë, fisi ka lënë krishterizëm, sepse Bizantin të ortodoks krishter. Dhe kjo bohet kryesori i atyne të krishterve. Pejgamberi erdhi për Mekën në Medinë, është për ngollë, vitet për kalojnë, islam për përhapet. Ai shumë i pasën, dhe i thët një shëftorit vetë, thët ke kujdes, se kam dëgjuar që ushtëria Mahamedit është përnda ka dalë jashtë a Medinës. Mi len gati dikun që aty një 2-3 deve, më të mire që në për udhëtim për transport, edhe dëgjëra elementare që aty gati. Se unë nuk, me bo me ardhaj, nuk du me ta mja pasyt. Andaj nëse ndëgjën se ushtëria tina pasilët kështu pari, më lejmëra. Thëtë o bozët një. Edhe dhe pranaj që shpa thëtë kë. Dënë zoti, nuk shkon pak dit, në një mengjez heret, vjen atër këtë derë dhe të o, zëtë një. Që ata që më ke përësit, po më duket afer janë. I kam parët dësa kuaj ka pasilën andej dikuj, kam pyet njerëz që thanë në ushtëria Muhamedit. Nëse ke ndërmen me qunë vend, që ata që ke thonë me ik se ata veç as kanë më rri këtu. Kë për shpete më rgruneve, të fmine vetë, që ka mujtë. Pasuni, që e kam bajt devet edhe ik drejt në Sham tek krishteret. Thët i këtë të mitune, e ngre feja njeriun. Feja vetë, e ngre njeriun. A në pëse këta islamofobat e tonë mundohen me thonë feja nuk e afron njerëzit. Pra Allah s'më ka zëti muhe. Feja e afron njerëzit. Feja është elementi, faktori, kryesor, në tokë të Zotit, prej Hazret Ademi deri në kiamet, që e afron njerëzit. Të mënesh me mohu, për vërtet është ndryshe. Feja afron njerëzit.
Këthet, për du me shku në të mitë. E rëndësishme i kaj. A i kishte qenë komandant i tyne Aliju radiallahu anhu. Edhe vjen, nëzojnë që nëzojnë, në rabë e marrin pasunia dhe pej tyne e marrin motrën e këtina emrin Sefane. Edhe i sjellin në Medinë. Të nesër me në pejgamberi qohen sabah, sallallahu aleyhi sallam, dhe pëkqyrë, që ka ndodhë të ka ndodhë. Kja me momentin që kupton që ajo është Muhamedi, aleyhi sallam, endë nuk e bu muslimane kja, qohet në kam. Thotë, o Muhammed, baba më ka vdek, e trashëgimtari babës ka ikur, e unë jam bia e filanët, ja cekë cilësit e tina. Ka bujare, ka liru mbikëqyrësi e timave, ka ndihmu njerëzve. Pejgamberit bia kujna jeti, tha bia e Hatem at-Ta'iut. Tha me pas vdek, baba e të musliman, ishëm lutur për te. Po të kishe vdekur musliman, sepse pejgamberi kanë dëgju, këtë ratë kanë dëgju për te, në atë zaman. Po të kishte vdekur baba e të musliman, le të rahamna alejhi, ishëm lutë për te. Pra këshmë thonë Allah e pas më shiru, më lutë për te. Andaj humanizmi i tina, a i kryti pun për ahiret, për dynja po. Nuk mujnëna me që në gjenet këndojna, oj o njerës. Pse filani është humaniste, vore mire, nuk më rritën gjenet. Ka regula, ligje, ka kushte, ka kritere për me shku në gjenet. E që kërësore është fjala la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah me vdek musliman. Pejgamberi tha, e ki fjallën, tash për djallë, tha, ka ikaj që ka pasu, e ka fjallën për djallë. Tha, el-farru min Allahi wa Rasulih, a i që ka ikë për Allah e pejgamberit vetë, tha, po, a i është vlajim Adije. Tha, ora, ja Rasulullah, apo më lejan, apo me besen, atine me si një dha besen, pra mës me nëzanë, rabas mës me mytas nëse me sili, tha, po, pa i ka shku në Sham, apo më lejan të shkoj, tha, po të lejoj, amo, mos shka vetë, rruga është e gjatë. Prit dhe ditë, konsultoj me Alijun. Kur vjen do një delegacion tregtar që shkon për Sham, dhe jenë njerëz besueshëm, bashkan gjithë jo. Kjo tha, kuptova masane se kesh pas fjallën për Alijun, ata me konsultu. I tha Alijut, dhe Aliju i tha, oj, si me thonë i motërë se oj zojë, se nëse ke vendos me shku, hala i ki qatë mendim me shku në Sham, një delegacion ka ardhur, këta janë. Ajo tha po, ende ka matë mendje. Dhe tha, këta i njohone, jenë fisit tem, jenë besu shumë, mëj me shku me ta. Pejgamberi dha dhe me veti diçka është që me dha që ka nevoj për rrugë. Shka i kënë Sham, tash për të rëgën Adiju. Dole thane, isha në Sham atje vendosta, i një rëzot një, pasëni me veti, tha isha dole në bërë shpis, dikon, për ri për këqyre të shpisa, shtalla, këse me tenda, ku dy që ka pas? Tha, përshe pa afrohet një grua, a, shke më të rema sështë, më të në te me lash atje në Arabi, në njërë dhe në Sham, a, është asështë, të afru, të shtu dyshimi, të afru, të shtu dyshimi, kur afru nga të, se fane, thane vetë. Qohet në kam, me përqafë motërën, dhe burri ligi e ti. A nuk ke turp, e morë grunë të minë e le motërën, qëfar burë, qëfar vlau je ti. Që kish drejt ajo? Kish drejt? Tha vlau i ligi e ti, ma shkullë ligi në thime ndaj, ti ma shkullë ligi e. I ke morë grunë e thminë tu, e i le tjerë që ti kalon baba ta kalon motrën. Nuk e morë me vete, tha nuk kam arsye. Nuk kam të arsye që ashtu është, po e kapi tuta ta, kur të kapi tuta një insanin, i mërë ta që ka manga zemrës, tjerë t'i len.
Tha, ka herë dhe kështu, i tregoj. Ti e ke pa Muhamedin, a? Tha, po e kam pa vetë. Edhe kam pyet me orë të ti. Mund ke përmend të aja? Tha, po. Edhe më ngu, mu e vjen, tha. Tha, sepse, nëse është ai vërtet pejgamber, bënë pe i të parve që pranën Islamin. Po nëse nuk ka pejgamber dhe synon me kamret, se arabët e kishin atë dyshim ata që nuk kishin dinë Zotit. Gjithë kishin atë dyshim, mos pas synon kë mu boj pari. Burrat e mëdhej në Islam nuk synon me kanë të parë. Sepse po synon me kanë burrat mirë të Zotit. Mu ngritë Allahu. Qka të qënë pesh me ka i parin këtë dënja i funit në ahiret atje? Qa po të krym punaj, qa të hyna ja. Për ata neves në Islam, as na dohen lavdatat, as na dohen dekoratat, as na dohen ato. Neve na dohet razia Zotit. Me fitu razina Allahut e me kanë të mirë të Zotit, e që nuk e dina jena të mirë të Zotit asjem, andaj tani jetën, dhejnë frimën e funit, o Zotit jonë, ne pranën amelet tona, vepra tona, ja Rabbi, o Allah. Në bën për atyne që ti i knaqën me ta. E shtu amelet mira që i kena, nëse jënë të mira, dhe nëse ti i pranën, ja Rabbi, në shpërble për to. E shtu mangësitët që jatë falë në Zoti jonë, se na gjithë se si jena Rab të dëpt, të mangët e me gjunahe. Dhe i tha, nëse sënën me kamret, ti je kushie ent. Pra je i meqëm, din më gjinë dhe afra ju nga atë. Sigur se ta për të partit politike. Ta në thujnë, na për vatan për punojmë, ja Allah e knaqët, për vatan për punojnë jo, që e mu e knaqët për vatan. Po t'yllë. Nga në për mashën se 4 orë, për me nëzanë pozitikon që të sa ma shumë, e tani pëshife që ka bërë. Sepse se kanë interesin e dertin e shtetit, as vatanit, as dinit, as kërkujnë heqë. E rëndësishme erdhejnë i Medinë, dhe dalim këtu të kjo pika, që me ndëllidh me musliman të dëpt. Kër erdhejnë i Medinë, a i meqëm është. Për i pyet, cëllë është Muhamedi? Thoj, kjo është. Dhe kjo për shkam për mas. Ta shkë për thëtë. Të shku për mas, kur dole për gjamis, e nalë një plak. Edhe pa fillon me vetë, diçka. Nuk e ndëgjesha që ka thënte, por pe pyet plaka, pe vete. Gatë, kjo pja bën me krye, pe përgjigjet e ku. Edhe pa thëmet vetë me vete. Që kini jeri, nuk e ka synin e mbretnis, kjo nuk do me kamret. Ja, më rejtë së rrë me pleq, me plaka. Me ka në njërë që ka fame, diko që ka ndikim shëshërije. Me një plak, një kam dhe një mi dhe, për rrën me ta, me minuta, ku ta dinë sa, ja. Kë nuk e ka synin që dënë me kamret. Që këtë dënë të me ditë këte, a është ka synën me kamret, apo vërtet e pejgamber. Pa dhe, vazhdum, e la plakën, thamu, eja me mu. Edhe më shtini në shpe. Kër hini dhëmë tina, asë gjatë Zotit, tok, zalë, rërë. Një astak, pel kure, me livore, me gjithë të hurmeve. Me marrë me bluat të kapak, për kështë si bëtë. Njëra pej shtretve që ka pas për kamirë, ka qenë edhe kje sallallahu sallam. Më pështet pak në te. Tha ma mora të astak ma gjujti, o lën te. Tha shi ja, ule shtin te, une ja. Ma bo njeja të ullë. Ti e më safer, o lën te. Këpë ha thash vetë me vete. Me retë qështua, qka që thjeshtë më desta, zbahet. Ja, më qëfar, këse ka synë e pasunis, sepse s'ka mundësi njeri i cili, dënë me kam rete, mës me pasë, të natë mira, s'paku ma mirë se që kanë këtë populli. Tha, kjo është e shaja e dytë që më dha me kuptu se kë njeri ka mundësi është pejgamber.
Thë dhe janë nisi ta shtretën, për thët. O Adi, a nuk ke qenë ti i pari për nga ana fetare i popullit tënë? Tha po. Asja o ke marrë ti popullit tënë 1/4 e pasuni që kam dhe haraq, 1/4? Tha po. A nuk e ke diti që se ki të lejuar në fejnë tane? Tha po, e kom di që se kam të lejuar, por ma ka kujt. Që të ja marrin këta. Këta është pa që ditë ku për i din këto? Ku për i din? Për jetë parë takimi parë? O Adi, ndoshta, ty të bënd të dëshimt, tash për këthejnë atë që thash njerin stata, ndikon ka njëherë, edhe shtynë thët, hajtë se me kanë feja e mira, ku ta dion e këshin e gjinja, ose kish përparuese, ose, sigur ne shka nërë në thojnë, me kanë feja vërtet arab, ja këshin pëhajrë, një këshin njës për para, e tjere. Ose që ka pak me herët këtë komunizmit. Dhe të Adi, ndoshta ty të shtyhen, mës me prënu fejnë, gjendja jo në ranë ekonomikë, për karallaki jo një mazë. Ndoshta. Ama, ka marrë një kohë, ka me që zoti pasuni. Sa që nuk ka me pas fukara që e pranën zeqatin. Ta i të pasur të kanë obligim zeqatin, për kënë e mja dhanë, ti musën me pëtë, se kam të drejt, me marë, sepse kam. Unë ty soj tepi temin, sepse të se meritan, du të mënu mja dhanë tjetërit, nuk gjemë, i him katunit, nuk gjojna, i hina qytetit, nuk gjojna, i dalim periferi, nuk gjemë më rëkan që ne më rëzeqatin. Pra ka marë një kohë, ndoshta ty e gjendja jo në ranë ekonomike, fukarallaki jonë, kjo ndoshta ty nuk lenë me prënu finë. Thuk ta fukares, kanë buk me harë. Ama, ka me që zoti pasuni, sa që nuk ka me pas kush e merë zeqatin. Tha ja Adi, ndoshta ty të pengan me prënu islamin numri vogël i joni, në hala pak jena muslim. Numri vogël i joni. Ama, ka marë koha, e kime pa të vetë. Ka më rrit kjo i metë. Sa që edhe palatet e Kisras, mbretit Persis, kanë më ranë dërtë muslimanëve. Këp, po habitet, po thët palatet e bardha, Kisras, Persianëve, tha palatet e bardha, Kisras kanë më ranë dërtë muslimanëve. Ja di, ndoshta ty nuk lënë me pranu islamin, gjendja jonë frikë, së ndelja shta me dines, tutesh, po s'ka siguri. Ama nëse je gjallë, ki me pa. Prej Qadisia në Irakët, e thë. Ka me arë gruja vetën, hy për ndeve, me bo haqja, me vizitu këtë bejt, këtë shtëpin qabe, nuk kam ju tut kuj pës Allahut, dhe ndo një uki më spedel nuk dhe dikon. Kjo atëherë, o bind se kjo është pejgamber i Zotit. Dhe pra në islamin, dhe bo pe burrave të mëdhej, ka jetu dikon 120 vjetë. Këtë thot pasaj para se me dekë. Dhe to, ju njerës, kështu dhe kështu më ka ndodhë mu. Pejgamberi mi ka thonë 3 sene, 2 i kam përjetu me sytë e mi. I kum pa me sytë e mi, palatet e Kisras, dëbardha atje, ka hinë muslimën brenda në to, dhe ka bjenë perandoria persiane, o, zoti jam, kohë të merit. E kum pa gruan ka bjenë pej Qadisis, e në Mekë, vetën ka bën, haqin umrën, vetën, dhe si tu të kuj pëst madhe të Allah.
Tretën, nuk e kom zanë hala, nuk e di ja kam me zanë gjallë, onë sa t'jam, apo këni me zanë një tjertë, e që është fjala, ka me që Zoti pasuri, sa që nuk ka me pas, a i që shkep zeqatin, kujna jep zeqatin. E thuhet kje ka arë pastaj në kohën e Omer bin Abdulazizit, radiallahu anhu, sepse kë ka vdek vitin 68 Hijri, e i bie 30 vjetë mas andej, në kohë të Omerit, në altën anë 2001 ka qenë Omeri, e kanë cekë në histori, kur kanë foli për atë burë të madhë, se Omeri, kur i ka ardhur me shkep zeqatin, a i ka qenë në Damask, ata që shkepin zeqatin punëtorët, i kanë marrë devet e kuajtë, që kanë pasë kanë mushur me zeqat, me pasuni, e me i shkep, nuk kanë gjetë në Sham, e një hinë Irak nuk kanë gjetë, e ndalë në Afrikë në tonë, ka mos kanë shku, nuk kanë gjetë njeri që pranën zeqatin, dhe në këthy ka thonë Omerit, erdhëm, e këthy ma petë, nuk e merë kërkush, nuk ka kujt jep zeqatin. S'kena kuj, sepse atë shumë ka që Zoti bereqet, e ta në Omeri ka thonë atëherë pra, këtë zeqat e jep një jo muslimanve. Me këtë zeqat, djemë të cilët ka nevoj më martu, e mehri shtrajt pagun ja mehre. Le të përfitoj njerëzit musliman e jo musliman. E disa kanë thamë për ulemave se kje treta ka marrë në kohën e Mehdiut a.s. Me Mehdiut, kur dje Isa a.s. pak para se marrë dhe Isa, kur dënjaja i qëtë mirat e veta kejt pej tokës. Krejt mirat toka i nëzirë jashtë, dhe shtën Zoti bereqet e pasuni, sa që në të kohë kokra e grurit bëhet sa bërthama e hurmes. Kokra e grurit bëhet sa bërthama e hurmes. Qatë shumë Zoti shtën bereqet, e njerëzit kanë bëlluk, dhe nuk të mërë, kush nuk lakmon, kush pasuni, tanë kanë bëllë, ma më masajna, tani vjen Isa dhe vishet e tjera të kiametit, edhe bëhet kiametit. Pra, e rëndësishme për asajnë e për këti të regi për pas tjerave dobive të shumë ta është se pejgamberi nga ana psikologjike a kujtej këti burri në mënyrë direkte dhe neve tjerve se mos bëhet gjendja e një apo një musliman apo një shoqëri apo një vendi, mos bëhet sebeb e me thonë, ja, kjo fe po t'ishte vërtete, po t'ishte për i me, po t'ishte aqe forte, nuk dhe t'ishte në këtë gjendje musliman. Se mose këto e në ligjet Zotit. E tani pse ka nërë muslimant në gjendja, tër ka qenë fillimi Islamit, por edhe në kohë pas taj muslimant, herën ka pas ngritje, herë kanë pas ramje. Në kohën ka nërë tatartë pas taj, kër ka nërë tatartë, për kanë qenë muslimant, shumë më keq, jo më skrazot këtë gjendje jonja, me muslimant të asaj kohë. Në kohën e tatarve ka qenë një det, një gajle, qysh me pështu shpirtin, qysh me pështu vetën veç. Ose e vladin a grun tanë, a thmin tënë që me pështu pej shpate, pej vrasjes. Sepse ata nuk kanë zgjidh plaketri, e gruës mi, pa i ekzekutuar. Njerëzit më të pamshirshëm këtë dynja, që një historia kanë qenë tatartë. E para ty në krytzatat, e tatartë, e ranë, deri këtë gjendë që kemi arë, por gjithmonë Islami më ngritë. Bjen ngritët. Për ata popull e përdor në shprehje të hëllohet, por nuk putet. Dhe subhanallah, dini Allahut prej njeriu të parë, Ademit alayhi salam, deri sot, me gjithë sfidat e mëdha, luftën e madhe, apo lufta e madhe që është bërë kundër muslimanëve, po flas para pejgamberit ton, gotë Nuhit e ranë të poshtë, sa do që është të hëlluar, është zbehur dini Zotit, kur njët nuk kanë metë pa musliman këtë tokë. Për shambull atë që cekë Zoti dhe cekën hadithet dhe historia, dini Allahut për kohrave, kur është hëlluar mësë shumëti, është kohën Ibrahimit a.s.
Ibrahimi, Sara dhe Luti, 3 veta, krejt në rruzullin të kësor. Kur shkej në Egjipt, bëni hijret, njerë në Palestinë për Irakut, e pastaj në Egjipt, dhe atje ishte mbret zullumqar, dhe jam mërën grunë Sarën, mja që mretit, mja bë grutë mretit, shërptore tina, zveçare grutë tina, haremin e tina. Kjo të shumë. Dhe i tha Sarës, oj Sarë, dije se vesh nuk kanë tokë të Zotit musliman pas meje dhe teje. La ilaha illallah. Tani Haxherja, bë muslimane dhe ashtu në tanë musliman. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, me 1000 vite më vonë, në luftën e Bedrit, për lutjeve tanë natën në lutë, nesërmen ishte beteja. Tha Zoti jam, mes lutjeve që i ba. Kur filloi beteja këtë ndajtë nalt, i elan disa roje afer për tine Abu Bekrit që ka nda kur, dhe tha nja Rasulullah, të nuk bën me him betej. Sepse mundësia ishte shumë e vogël me fitu, mundësia ishte madhe me hum. Ata 1000 veta, këta 313 veta. Ata të armatosur, maksimum, këta ndenë dhëm, këta me do shpatat lata që ndalë, mbrojtëse, kur gjohiq. Dhe tha nja Rasulullah, nëse në gjeneve diqka, pra nëse ne vritemi që mundësia më vrasht të madhe, ty më zgjenë diqka. Ti e më largë dhe ikme ata që i ki dhe shkon në Medinë, sepse atje kemi la njerëz që na nuk jena ma burrat mirë se ata. La ilaha illallah. Që dhe që tjetë pejgamber për ludet që i bani. O Zoti jam, nëse që ta njerëz së të vriten, ti mund nuk ke mu adhurun të këtame. O të halu Islami. Pak! Por, o forcu. Edhe kja është dëshmi që tha këti të bekuare, këti të ndëruare. Ty ndoshta numri i vogël i joni, po të bën ty që më hutu, më kujtua më profena ja. Ama ka me forcu Zoti ki di, edhe që atë përëndëri presione që i dridhet dënjaja asaj, aja kam ju shkull rojt asajna, shumë shpejt, dhe ja pruni Zoti pa me sytë e vetë. Kjo është din Islam të dashurit e mi. Andaj ne si musliman që njohëm Zotin dhe do ta njohëm Zotin, ne nga bëjmë përshtypje shumë gjendjet apo aktualiteti, na dham zemër po, por ju me gjikuen në qafën, krah dinit, runa zëtë kurës dinit, ja mërja, defektet e na. Defekt është i joni, apo neve. E Allah ka përëmtu përëmtimi është hak. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Ne kemi për të ngadhnyer, për të ndihmuar, për të triumfuar pejgamberët tonë, walladhina amanu, ata që kanë besuar. Kami triumfu Allah. Fil hayati dunya, në këtë dunja, wa yawma yaqumu al-ashhad, dhe në ditën e kiametit Allahu ka më na triumfu edhe atje. Tebaraka wa taala. Por sprovajnë këto, edhe në anën tjetër, gjunahet tona, largimi për dinit Zotit, dhënja tepër mas dënjas, lënja anash e ahiretit, sa të musliman nuk krenohen me dinit Zotit, sa krenohen me çështje tjera të dënjas. Është realitet e punë. Për atë, me vërtetu këte, ne, kur rrinë me akrabat tonë, të fillu për familjeve tonë, me shokime, në vend se më vëllah për dinë dhe Zotit, e për namaz, e kur e ke bo hatme, e ku kemi të lezu Koranin, me bo der për dinë, ja nisëm, lavdrohëm, krenohëm, me makina, me biznise, me lokale, me shtëpia, me pallat. Me shtë mirëm na kalën naja neve me qëto, dhe na kalën shumë naja me qëto. Ndërsa në metin më të madhin që kemë, a flasëm për të 3 minuta, 5 minuta, jo. Qysh për dënë të ndihme në Zotit, kurse
ti krenohesh me diçka tjetër, ata e ke lanë dorës dytë, për mos me thonë e ke lanë jashtë krejt. Allah na forcoft në din, ja Rabbel Alamin. Allahu na rujt këtë iman e këtë din, e na forcoft. Allahu na bëft me njoft këtë din, e me dasht këtë din, të dashurit e mi, me dasht dinin, duaj e dinin, duan e dinin, duan e Allahun Azza wa Jalla, o musliman, knaqënë me din, përkushtoju në këti dini, sepse fundja krejtja të kanë me shku. E këtë din ka me na metë. Asë kush këtë dënja pasëri nuk e morri me vetë. Asë kush këtë dënja vëllezërit e motrat, e pozitën e familjen e tje nuk i morri me vetë. Por e me ramelin me vetë, veprën. Për ata i bekuar alayhi salatu wassalam ka thonë, 3 gjëra për cilën robin deri në varr. 3 gjëra. Ameli i tina, e për cilën dhe akrabaja, familja, parafisja, pasionia, krejt, por 2 kthehen, mbetet një, mbetet ameli vepra tina, në varr, me të bashkë. Qa ke punu në këtë dënja, kime vjellë, frytet e ti, pej natës varët të tutje, ma dje pej agonisë vdekjes. S'krym pun nana, as baba, as vlla, as motra, as paraja, as pozita, as ngjyra, as gjuha, as vendi, as. Me punu për din. Dhe fundja, po kjo është e knatësia me e madhe. Ka knatësi më të madhe, se sa robi kërë falë namazin. Po është në zëta ma shumë knaqet një musliman që falë një namaz, apo 5 namazën ditje, apo ai cili fiton 500, apo 5.000 euro në ditje. Shpirtnisht, cilë është ma i knaqen e ma i lumëtën? Wallahi, këtë që bje zotit sejde. Pra dhe në këtë dunia, islami, imani, dhe bën me qeni lumëtën. E kjo është pasionia vërtet. Pasionia më e madhe është imani të nësia. E këta mja përcije, dhe gruse, fmive, vlaznive, shëqërisë. O, ju njerës. Punoni për dënja, halal e keni, ama për dinë, o, ju njerës. Duan e dinin, mëson e dinin, praktikon e dinin. Sepse kjo jetë 60-70 vite, le tjetë 80, e ta në kuma. E sa është jetë në varë? 20 din. E sa është jetë në botën tjetër? E përhershme. Ka logjik. Për një jetë shkurt, 60 vjeçare le tjetë 80. Me humë, jetën vërreza, mira vite se Zotë e din sa. Me humë batet përhershme që është bota tjetër. Ka logjik. Nuk ka logjik. Andaj falenderojmë Allahun edhe në fund, s'ka falenderojmë fillim, që Allah na ka udhëzu, e na ka drejtu, e na ka rujt këtë din, deri në këtë moment, në këtë dakik. Elhamdulillah, Allah na rujt deri në grinë e vdekjes, ja Rabbel Alamin. Allah na bëft me vdek me fjalën la ilaha illallah. Allah na bëft fjalën më të mirë, me pas fjalën e fundit, e që fjala la ilaha illallah. E dita jonë me mire me qenë dita kërë ta këmë të madhe në Allah Azza wa Jall. Allah në bëft haram, dënimin e varrit, e dënimin e gjehnemit, neve dhe prinderve tanë, e prinderve tanë, gjyshve sër gjyshve, që kanë vdek me iman të besu Zotin hak, pejgamberin hak, dinin islam hak. Na bëft edhe neve dhe pasarzve tonë, grave dhe fmive tonë, nipave sër nipave, ja Rabbel Alamin. Allah është i madhë, në ndëgjon e në shë. Dhe ai na ka urdhru, e për nesh ka kërku që ta lusim, e na ka përmtu që na pranon. E ne lusim Allah me veçanti këtë vend dhe bekuar, që ai vete ka beku, dhe ka qojtë në shtëpi të ti, e ne jemi me avdest. Në shtëpinë e ti për hatër ti, që ne prane lutë doa tona, ja Rabbel Alamin, dhe të në bëjt për banorëve gjenetit, gjithve pas një përjashtëm, ja Rabbel. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah ju ndëroft, e ju bekoft, e ju ruajt, e ju dasht, e gjithë në gjenet që qëft, ja Rabbe, falemderit shumë.
për sabër, për durim. Faleminderit edhe hoxhës e hoxhallarëve tjerë të gjithë, dhe Zoti ju dashur i rujt. Inshallah shihim për të mirë, takon për pun dunjat e ahiret ya Rabbi. Selam aleikum.